Ne kalojmë në penalti. Që vonë kur ka qenë opozita në pushtet, megjithatë ajo nuk e bëri. Ja u bën protokollet për kace. Edhe u tha në një nga ato 500 faqe që bën për të ardhmen e sistemit spitalor, u bë që spitalet qendrore, QSOT-ja dhe gjithë QSOT-t e tjera të menaxhohen nga një bord. Nuk komandohen vetëm nga një njeri. Shkojmë në Vënçe. Moza. Një fundit të shëndetësia fales. Me indikator, organizata që masin indikator shëndetësor. Shqipëria futet vendi parë në Evropë me 63% që paguhen nga xhepat e qytetarëve. Është me akses në sistemin shëndetësor publik vendi më i dobët në Evropë. Mima është një respekt që a kemi bërë të tjerëve, po, Moza. Duan vetë. Unë duaj që në krye të çdo sektori, në krye të çdo tavoline të jetë një profesionist i mirë, me një eksperiencë të mirë dhe që të mbaj përgjegjësi për punën që bën. Ndryshe asgjë s'ka për të funksionuar dhe e dyta unë i moshoj përsëri kësaj, janë mjekët ato që duhet të marrin vendime të forta në QSOT. Shiko, ka dhe i problem. Mesazhi është kjo. Shteti, me fjalë qeveria që është tani, qeverisja që është tani, do ta marrë seriozisht problemin e sistemit publik, i cili ka degraduar në kuptimin sepse nuk i shërben shumë pacientëve nga shkaku sepse një pjesë e mirë e parave i kanë marrë PPP-t. Është ere parë që Edi Rama ose kryeministri ka larguar PPP-n në kirurgjisë sepse faqë dhe i mjekëve që me fjalë ranë dakord me atë që tha Ilir Beqja që ta bëjmë një kështu, ta bëjmë një PPP, edhe kjo ka ndodhur. Edhe ta ranë dakord. Në kohë që ishte, s'kishte nevojë fare për PPP. Po ashtu edhe për laboratorin. Nuk ka nevojë për laborator ashtu, siç e kanë bërë tani. Për mua, për sa kohë nuk do ketë prioritet jeta e njeriut në Shqipëri, tek qeveria që e përfaqëson popullin shqiptar, ne do rrim dhe thjesht do numërojmë historitë e radhës. Ne do kemi ndryshim të situatës në momentin kur qëllimet e qeverisë të përputhen me interesat e qytetarëve, e cila do ndodhi vetëm në qoftë se do jepet shembull ndryshimi. Me vaj. Me çfarë tjetë? Qeveria e zgjedhur nga populli duhet financojë më mirë shëndetësinë. Se përsëri jemi vendi më pak i financuar në Evropë, në raport me prodhimin e brendshëm bruto. Duhet ta mirë menaxhojë atë. Qytetarët duhet kërkojnë shërbim shëndetësor publik si gjithë bota. Akoma me shëndetësi falas. Më fal, profesionistët, nuk jam të thonë shëndetësi falas, profesionistët duhet të reagojnë për kushtet e punës dhe për drejtat dhe dignitetin e tyre. Nuk mund të futet në sallën e kirurgjisë, kryekirurgu, me një infermiere patronazhiste që ka bë fushat për Ogertën. Dhe i thot Klemen, Bisturin, a i thot Ogerta kandidon për bashkinë. Dramet mersh.